Sot pra festojmë ditën e flamurit, një ditë jashtëzakonisht të shenjtë që i bashkon shqiptarët gjithandej për te çdo kufiri, për te çdo oqeani. Sot në prekozin e lavdishëm festojmë gjithashtu ditën e shenjtë kur kryetrimi jon Gjergj Kastrioti Skënderbeu ngriti flamurin në Lezhë në vitin 1443. Sot festojmë ditën e shpalljes së pavarësisë dhe ngritjen e 2 krenarës në Vlorë. Sot gjithashtu festojmë daljen publike të ushtrisë lirimtare të Kosovës nga heroi ynë Muj Krasniqi, generalët Daud Haradinaj dhe generali dhe kolegu e miku ynë Recep Selimi. Dhe gjithashtu sot festojmë edhe ditëlindjen e Adem Jasharit, komandantit legjendar të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Pra, kjo është një ditë festash për shqiptarët kudo që ndodhen, është një ditë e shenjtë për neve dhe prandaj qytetarët nga të gjitha trevat, përfshirë nga Mërgata, vinë edhe festojnë këtu në prekozin e lavdishëm, një ndër vendet më të shenjta që ka trevat shqiptare. Prandaj qofshim të bashkuar gjithmonë dhe shqiptarëve kudo që gjenden urime dita e flamurit. Faleminderit.